njoftimin. Ndjeki materialin tuta. I jam përgjigjur gjithë jetën time çdo thirrje të organeve të drejtësisë dhe do i përgjigjem. Do t'i përgjigjem, nuk ka koment. Nuk mund të ketë pyetje, a do i përgjigjem. Por ka vetëm një kusht, që unë të marrë thirrjen. Dhe ata që përdorin këtë për propagandë, për të mbuluar skandalin Rama Balluku të tunelit Llogaras, apo për të mbuluar skandalin e madh të aeroportit Vlorës e të tjerë, ata tregojnë se janë shërbëtor mjeran të një bande e cila vjedh ditë e natë qytetarë shqiptarë. Oke, jemi në kushtet kur të paktën prej një jave dim që ka një fletirje për zotin Berisha. Avokat, na orientoni pak ligjërisht, a duhet të përmbushet kushti që thot zoti Berisha për që në dëshmitar, le temi për njohuritë që ai ka pasur në lidhje me ngjarjen e rënë të 21 janarit, apo sepse thot fizikisht nuk ka marrë asnjë njoftim. Dhe mund të ndodhi që ai nesër të mos shkojë për shkak të një mos njoftimi fizik? Është një konstatim i drejtë, sepse organi akuzës në raste kur thirret si person i cili, besoj edhe kjo do jetë pozita e zotit Berisha, duke qenë se ka regjistruar një procedim është i kallëzuar, jo se është i kallëzuar, por është regjistruar procedim penal lidhur me ngjarjet e 21 janarit, për sa i përket personaliteteve siç është zoti Berisha, zoti Basha dhe komandanti i Gardës, pra janë dhe kjo vjen si pasojë e një vendimi të gjykatës lartë, e cila i ka prishur vendimet e gjykatës së shkallës parë dhe të apelit, dhe ka urdhëruar SPAK-un që të regjistrojë këtë procedim penal. Pra jemi në fazën që zoti Berisha është në cilësinë e personit që ka dieni për këtë çështje. Dhe është i drejtë konstatimi që ai thotë që unë duhet të marr një njoftim fizik, që do të thotë njoftimi vjen nëpërmjet postës ose në punësit të gjykatës, të prokurorisë. Kjo gjë duhet vinte në banesën e tij, apo në selinë e Partisë Demokratike, apo në kuvend? Kjo vjen ose në selinë, pra ku është ai kryetari i Partisë Demokratike, ose nëse në kuvend ai ka një zyrë. Nuk e di këtë zoti Spaju, ndoshta mund të ma konfirmoj që ka zyrë zoti Berisha në kuvend apo jo? Jo, me sa janë ndjeni, mbas është zyrë e pra, grupit. Ose në vendin e punës, kodi procedurës penale, ose në banesë. Praktikisht, është justifikuar nesër Berisha nëse nuk shkon? Po, është justifikuar. Sepse nuk e ka marrë fizikisht. Po njoftimi që është bërë publikisht në media nuk quhet. Jo, nuk quhet zyrtar, përsa ku ai nuk e ka marrë dhe nuk e ka firmosur që ka dieni për njoftimin, nuk është zyrtar. Në këto rrethana ai ka të drejtë lidhur me këtë me këtë deklarat që ka dhënë sot. Kështu që besoj që edhe organi akuzës do ta përsërisi njoftimin derisa ai të marrë dieni dhe patjetër ai deklaroi që do. Letra është të shkruar nga prokuroria, mbetet vetëm nëse ka ngelur çështje e postës pastaj. Po, është prokuroria e posaçme ka një nënpunës, jo një nënpunës, mund të ketë disa, por që ka nënpunës gjyqësor që kujdesen për njoftimin. Për ta çuar njoftimin. Okej. Pra mund të ndodhi që vetë mos shkojë nesër. Është justifikuar. Por që do shkojnë, nëse ata kanë ndarë mendjen që do ta thrasin dhe jo se kanë ndarë, por është e detyrueshme, se përderisa edhe kanë shkuar shumë të tjerë. Ka lënë detyra gjykata e lartë, ai patjetër që do të njoftohet dhe do shkojë përpara. Më vjen shumë mirë deklarata e tij që thotë që unë do të paraqitem, pra jam i gatshëm që të paraqitem, sepse kemi parë zotin Berisha në procesin Ajdari që nuk shkonte fare, pra nuk ishte një absurditet, apo për ngjarjet e 14 shtatorit, pra edhe në shumë raste të tjera kur goditej kryeministria, ka qenë vitin 98-99 me ato Grushti Shtetit që ndodhi, po. Jo, edhe më vonë, kur ka qenë kryeministër zoti Majko, zoti Meta, pra bënde protesta shumë agresive, sa që po thuaj se çdo ditë kishte protesta në mbasdite dhe goditej kryeministria dhe ministrit me bomba Molotov. Dhe ai nuk refuzonte që të paraqitej duke organizuar protesta, pra besoj që ai po ndjek të njëjtin skenar që ka ndjekur edhe në atë periudhë. Pra ne na paraqitet një déjà vu,
që do të thotë, atëherë ne kemi qenë, unë kam qenë 10 vjeç, tani janë 38 vjeç dhe është e njëjta skem që zoti Berisha ka në mendjen e vet.